emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, ku të shënandishit të ndëruar shikues këtu në Kosovë, rajon e Mërgat përmes rrjetit tonë të platformës ISP Broadcast në kanalin të Varvria dhe në shtrirjen e kablit optik më të mirë që ka ISP Broadcast në Kosovë. Sot kam të ftuar dy musafir, besoj me një fond kompetence që mund të flasim për ekstremizmin, shkas për këtë temë është edhe vrasja e rështerit Lika në Kaçanik, hetimet që po vijojnë atje për ata të arrestuar që po ende nuk është bardhur, plotësisht thuaj se asgjë po vijon prokuroria edhe me tutje intensitetin, dinamikën e hetime, por tema është ekstremizmi, si u mboll fara e ekstremizmit në Kosovë, kur u mboll kjo farë, si lejoj vetë komuniteti i klerikëve të ekspozohen ndaj një influencimi të një shkolle besimit që mbase nuk korespondon me normat dhe ajetet kuranore e kështu me radhë. Si po e interpretojnë ata islam, kush po bëhet viktim e tyre, si u bë që Kosova ta zëm në luftën e Sirisë, për kokë banori pati me shumë luftëtar në Siri, dhe çështje tjera që lidhen me një ambient që lirisht sipas specialistëve të sigurisë mund të shihet si alarm për një shoqëri kulturore mbi vlerat e civilizimit perëndimor. Çfarë duhet të bëjë shteti, si duhet të komunikojë shteti me këta njerëz, mbi gjitha e tjera. Prezantoj të ftuarit emisionte në këtë emision. Zotin Fatmir Gashi, mirëmbrëma, faleminderit zoti Gashi. Ju jeni mësimdhënës matematike në Zvicër. Së fundi keni shpreh interesim të kësuar për teologji. Nga viti 2001. 2001 së fundi, unë po them. 2001 dhe për filozofinë. Në Zvicër u bë dhe një parti me bazë islamike shqiptare, së paku ishte njoftimi ashtu publik nëse është funksionale apo jo, dhe përballë jush kam kolmikun specialistin e sigurisë Bedri Elezi. Bedri, faleminderit, mirëmbrëma edhe për ju. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po nisim me musafirin që nuk e kem të përditshëm këtu jetën në Zvicër. Si e shihni ju Kosovën sot në pikpamje të ekstremizmit? Si e shoh Kosovën, domethënë hyrjen e ndëgjuat, po. Po, patjetër. Kjo nuk është ajo Kosova që e kam njoft dikur në asnjë pikpamje, dhe në pikpamjen e ekstremizmit tani nuk është se mund të kalkuloj me shifra në Kosovë, por është më se qartë në përditshmëri. Pa bën ndonjë analizë thellë, nëse vetëm shikojmë familjet e tona për rreth që kemë, pra nuk ka gati familje që nuk është e goditur, ose s'paku nuk ka në gjirën familjar pak më gjanë, thuja se nuk ka familje që me një farë mënyrë nuk është e goditur nga fundamentalizmi. Tani ekstremizmi dhe i tejkaluar dhe terrorizmi është një temë tjetër që shpresoj që ma vonë flasim. Kjo është një në rrugë, në qoftë se vjen një huji tani, po tham, një musafiri imi, ku ne shpeshherë lavdërohemi se jemi një shoqëri e civilizuar, se jemi evropian dhe të tillë, po sa të zbret në aeroport, në kohën e drekës bie fjala, në qoftë se ai dëgjon këto zhurma as të mëdha mes Prishtinës, pra sigurisht që do të thotë me njëherë ne nuk jemi në shtet evropian, kjo i ngjan Marokut apo Egjiptit apo ndonjë shteti tjetër. Domethënë këto janë përshtypjet e para. Fetare Gashi, po nga ekstremizmi si e sheh, nëse thu që gati çdo familje ose rrethi mund të jetë e indoktrinuar, duhet të jetë alarm për patjetër se është alarm, jo vetëm për institucionet zbatuese të ligjit, për komunitetin e intelektualëve, akademikëve, shoqërinë civile, për gjithë një zinxhir, shkolla, sistemin arsimor e tjera. Alarm ka qëndosh të jetë moti, jo veç tash, por unë i përmena këto simbolika, qëllimisht se këtu fillon, si thëmë, dominimi psikologjik i këtij elementi. Pra, falja jashtë oborreve të xhamisë, paraqitja e ozonëve me
me za shumë të lartë, edhe shumë elemente tjera si veshja këto, pra këto janë elementet e para që krijojnë një ndikim politik të tjerë dhe me qëllim të tregimit të dominimit të kësaj kategorie. Pra ky është fillimi, pastaj të tjerat janë vetëm pasoja. Pra për këtë qëllim i përmena. Intelektualet dhe gjithë shtresa të përfshi edhe arsimin përgjithësi, mendoj se kemi dështu gjithë në këtë drejtim. Ky është mendimi im personal. Mirë po ka një logjik të veprimit shoqërive. Në qoftë se unë tani e liroj një hapësirë, nuk mirëm me këtë çështje, sigurisht se ka me mbush atë hapësirë dikush tjetër. Pra, arsimi politika nuk janë marrë me çështjen e fesë, thuja se e kanë lënë anash, ka qenë si e vetë kuptueshme se do të vazhdon në drejtimin si e kemi pas më parë, kështu e kam kuptuar edhe unë që thon drejtën, dhe tani hapësirën e edukimit, hapësirën e ngritjes kombëtare, edukimit kombëtar që e keshëm ra pas luftës, kjo u dok, dhe këtu tani kanë gjetë një hapësirë, një terren të shkëlqyshëm, disa imam që kryesisht kanë ardhur nga vendet arabe, kanë ardhur sidomos ata që vinë nga Arabia Saudite. Ligjerimit, nëse mund ta them kështu, sepse ata imam që vinë këtu ligjerojnë këtu, diplomat e tyre nuk nostrifikohen. Besoj jenë ndjeni për... Janë një 4 shkolla kryesore, po unë po përmeni vetëm shkollën e Medinës, pra aty janë të specializuar për përhapjen edhe propagandës, ata që shkollohen atë shkollë. Mandej, po them një karakteristikë të veçantë. E çfarë lloji propagande? Se propagandë përhapje rrjedh nga... Nuk është propagandë politike, po është interpretimi politik i Kuranit pak dhe më shumë i haditheve. Interpretim politik. Po, interpretim politik. Sepse në Arabinë Saudite sundon sheriati, ligji shet islamik, apo? Definitivisht, po, më lejo veç edhe diçka desha tham. Po? Në këtë shkollë, prej njohurive që kam unë, pra përveç si them, kalimit kurikulave që janë të përcaktuara, mësohet dhe arti i interpretimit para publikut, si mund ndikon një, prej gestikulikës, ngritjes së zërit, pushimeve, pra gjithçka është shumë mirë me skemë është e koordinuar. Dhe të tillët që dalin shumica atyre 90% gjatë tërë jetës së tyre, domthonë i qëndrojnë besnik këtij misioni. Kanë lojalitet. Kanë lojalitet, mandaj disa prej tyre janë të detyruar që gjatë gjithë jetës së tyre pra të mirën me këtë. Për arsye se unë nga bindja apo nga një raport tjetër që mund të jetë financiar, që mund të jetë nuk është gjithçka financiare te imamet. I financimi del pastaj te organizime tjera. Por bie fjalën në qoftë se unë them diçka që nuk është në përputhje me Kuranin ose me hadithet ose në përputhje me ato rregullat e fesë, nuk mirret shumë për të madhe. Por në qoftë se del dhe thot një imam, influencer, po, i cili del nga ato shkolla, unë të garantoj se pikërisht ato që përmenëm më parë, ndaj tij shpallet me njëherë një fetva dhe të tillët mund të likvidohet. Pra, është vetëm mënyra e atij organizimi e tillë që domthonë të tillët i qëndrojnë besnik. Si kategorizohet kjo lloj filozofie teologjike? Vehabizëm apo si? Tani vehabizmi edhe salafizmi ka një farë koordinimi, janë afër njëna tjetrit. Po çfarë janë me figurativisht? Jo, vehabizmi është i vonshëm thjesht, mirë po rronja qëndronte se çështja qëndronte salafizmi kryesisht, pra i cili ndërlidhet me farëfisin e parë të profetit dhe me gjeneratat e treta, dyta, treta, domethënë të ashtuqujve dietarëve. Ndërsa vehabizmi është një formë e më vonshme, e dinin edhe publiku e din, por që realisht dallimet janë të vogla, domethënë në linjen e qëndrimeve manifestimit thuja se janë kauzës. Kauza është gjithmonë e njëjta. Si të krijohet mundësia të shtrihet një normë e islamit politik, apo? E modelit të tyre. Ajo është obligim, se jo veç normë. Si thu, obligim ajo është obligim i tyre. Këto kauzë kanë obligim. Po sigurisht, tani po shpresoj që do ta strukturosh temën faza më të vonshme që mos ti përzim krejt. Jo, po të pyes unë pe di pse po të pyes se je në thalb të temës. Fazat e indoktrinimit janë të ndryshme. Pra tani nuk po flasim më për imamet. Nga viti 2000 e marrë me këtë punë. Po, fazat e indoktrinimit janë të ndryshme. Ne tani folëm për imamet kryesisht. Tani ti morëm për si them ata adhurues të tyre ose përfaqësues të tyre, të rinjtë të tyre. Tani ato kalojnë për disa faza tjera. Faza e parë është pikërisht është shpjegimi i këtyre
i këtyre ligjëratave që kanë karakter të inspirimit të tyre, në radhë parë. Faza e parë... Për shkaktuar një lloj anestezioni, një lloj deje kështu, jo, mas pari është për shkaktuar një lloj dashurie me këtyre çështjeve. Kur arrin deri te deja, që ai person ose nuk mund të mendoj me logjikën e tij. Në momentin që po flas këto për familjet, në momentin që fillon një ndryshim, një tërheqje e fëmijëve në këtë rast, sepse ata e kanë fokus, pra në qoftë se fillon të izolohet, në qoftë se fillon të ndëgjoj vetë çështje nga Kurani, largohet nga muzika nga pak, bëhet i tërhequr e tjera, pra këto janë elementet e para të cilat paraqiten. Faza e dytë e këtyre është... A ka lavon edhe me tutje, thu? Jo, këto janë 3-4 faza, deri në terrorizëm. Pra faza e dytë shkojnë te një imam i cili është pak më i specializuar për shpërlarjen e trurit. Pra këto janë fazat e përgjithshme. Dhe një kohë të gjatë, do të thonë bëhet shpërlarja e trurit dhe futet në brendësinë e kësaj çështje. Dhe në qoftë se pastaj përzgjedhin sikur ata nxënës të mirë, ata të cilët janë shumë të mishrum, ata pastaj shkojnë në një kategori tjetër organizimi, i cili prej aty t'i çon deri te ushtrimet ushtarake dhe i përgatit, domethënë që të jenë gatshëm për këtë çështje, për këtë kaos, si thotë, pra edhe jetën e tyre ta japin, bile japin me shumë kënaqësi, mezi që presin që të marrin një urdhër të tillë. Fetvan, si quhet, po. Pra kjo është në pika të shkurta sa i përket përgatitjes së tyre. Ma përmend një gjendje sot me shqiptarëve në Zvicër, janë mbi 300.000 shqiptarë, mbi 350.000 mbasi nga Kosova, nga Maqedonia, nga Lugina, Të gjithë në këtë fushë. Në habitatin tonë gjeografik, si ta them. Duket që informacionet që na vijnë nga atje edhe nëpërmjet Isha Macedonin kanë qenë alarmante për një prezencë në rritje të... Tani deri në vitin 2000... Jo të besimit, se besimi është gjë e mrekullueshme në kuptimin abrahamik, besimin monoteist, qoftë në islam, në... Të falenderoj që përmendë, sepse edhe unë jam në mënyrë shumë diferencum të fol, tankonim të fol këtu për ekstremizmin, dhe nuk po e godasim atë qytetarin i cili ka një besim shpirtëror që mos të kuptohemi në publik pastaj. Për besimtarët e devotshëm nuk kemi duke diskutuar. Atëherë, deri në vitin 2000, pra ne ishim evropian, pra, në kuptimin e paraqitjes së jashtme, pra, në përgjithësi. Spaku nga pamja, po them. Tani me prej luftës, e sidomos prej paraqitjes së luftës në Maqedoni, pra unë nga këtu kam informacionet, sepse këtu kam pas konfrontimin, ka filluar të ndryshoj kjo gjendje me njëherë. Pra, e para që fillonin të izolohen nga shoqëritë kulturore artistike, nga organizimet integrative e tjera. E dyta, në manifestimet që i kishëm si traditë, them kombëtare, fillonin të qitëshin kushte individit caktuar, jo gjithsesi imam, por në vendin ku pijet bira ne nuk shkojmë, në vendin ku pijet alkoolin ne nuk shkojmë, në vendin ku vallëzohet kështu e ashtu nuk shkojmë, e tjera. Pra këto kanë qenë shenjat e para. Pastaj, pas luftës erdhen u krijuan xhamia të vogla, shtëpia kulturore, dhe fatkeqësia më e madhe është, kam shku një herë në to, kur kam pa shumë dekorata të nënshkruara nga asokon nga Naim Tërnava, pra lavdata. Dhe unë ju them, Naim Tërnava, ndoshta ai si ka njoft ata njerëz hiç, por të nënshkruara pra lavdatja të ndodh. Dhe ato lavdata jo që s'kan qenë imam ata njerëz që kanë udhëheq, po kanë qenë analfabet, bila as funksional jo. Dhe aty unë jam të merru për herë të parë në vitin 2004-2005 kur i kum pa, kujt ju ka... Se ki background të mësimdhënësi. Po, ka edhe tjerë që jam mësimdhënës atësisha. Edhe aty jam të merru. Tani, duke qenë, do më thonë, sekretari një organizate për integrim me vitet e tëra, më karo që të organizoj edhe debatet e tilla, pra debate rreth çështjeve fetare dhe çështjeve kulturore, ku në shumë raste kam thirrë imam dhe kam thirrë edhe priftrin, sigurisht, dhe kanë marrë edhe struktura tjera shtetërore të Zvicrës. Dhe në vitin 2005... A gjendje alarmante në Zvicrë sot? Është ma shumë se alarmante, por ne s'mund të alarmojmë kështu, sepse
ka një kod ligjor me cilën... Besoj atje institucion zbatuesët e ligjit janë në ndjekje të tyre. Kanë informacione. Qoftë inteligjenca, kjo është një problem vete. Këtu mendojnë shumë se sa të konsoliduar janë gjermanët e Zvicranët, por unë ju them diçka, që ata janë shumë rapa në këtë drejtim, ndoshta shërbimi i inteligjencës që i përcjell terroristet, ekstremistet për aktivitete terroriste, po ata kanë, mirë po ne këto aktivitete që i përmena unë, ata kanë zgjedhur një rrugë tjetër. Pra ata kanë zgjedhur rrugën për t'i bërë partner. Jo për t'i luftu, po për t'i bërë partner, duke u marrë me shkollimin e imamëve, duke u marrë me çështjet e integrimit, dhe problemi kryesor pse nuk mund t'i luftojnë, është problemi i demokracisë. Për arsye se vlerat kryesore të demokracisë janë liria, barazia, drejtësia, toleranca, liria fjalës. Pra, kjo pikë, liria fjalës, është një zbrastir ligjore në kontekst me këta. Ajo është një drejtë shumë e madhe demokratikë. Gjendja në pikpamje kulturore ka agravuar e diasporës tonë në Zvicër në për masa shësuese. Shikon, ne po flasëm për një grup ekstrem që mund të paraqet dikun 7-8%, pra nuk jem të fol për gjithë shqiptarët. Për 7-10% e shqiptarëve së në Zvicër? Unë mendoj që i takojnë prej fundamentalizmit e deri mund ndodhë që një grup i vogël nuk e di me 0%, po deri në ekstremizëm. I gatshëm për të bërë dhe vepra tjera. Kjo është dëshmuar, sepse shumica e këtyre njerëzve që e përmendëm më herët, pra që kanë marrë pjesë, shumica aty janë dirigjuar nga Zvicra. Po Zvicra ka qenë. Zvicra ka qenë vendi i ka qenë edhe është sepse komuniteti musliman i shqiptarëve është komuniteti më i madh musliman Zvicër. Do ta kem parasysh, është tjetër gjë në Gjermani, pra janë turqit, janë arabët, janë ata të tjerë, por në Zvicër definitivisht pra shqiptarët janë komuniteti më i madh musliman. Edhe në 2025 flasim për një përqindje që mund të shndrohet në kërcënim për sigurinë të Zvicrës në bomba të Kurdinit në vendin mbas edhe ku janë rritur. Si është e mundur kjo mendoj? Tani ata janë të i bën përpjekjet, pra janë në partneritet me këta njerëz. Tash po të kthehem pak më rapa. Unë po them një që në vitin 2006, 2007, 2010, 2011 janë marrë seminare të veçanta në Zvicër ku kanë ardhur ligjërues nga ato shkolla që thash arabe, kanë ardhur në të gjitha qytetet dhe kanë marrë seminare të veçanta. Dhe nga një mik i imi, gazetar zvicran, domethënë kam një fjali të veçantë të një imamit të njohur këtu. Po them imamit sepse veten e quajnë dietar, i cili thotë, tani në Kosovë komunistët ranë, tani është koha jon. Pra mund ta kuptosh se këtu dikush ka fjetë. Dikush ka ra letargji këto, pra do më thonë njerëz kanë punu mas luftës këtë zbrastirën që e përmena onë, pra komunistët ra, neve na qunin gjithë komunistët, islamofobet gjithë atjerë, pra ata kanë punu prej ditës parë, prej në momentit ku jenë kyqë edhe në radhe to që kësë disa nga ta, jo gjithë, prej ditës parë kanë punu për që gjendje që është sot, dhe unë mendoj se ata e kanë shfrytzuar një situatë, një zbrastirë, në mendsinë një kapitalisti, në kushtet e konkurrencës, më falë, janë tregu më të suksesshëm, se unë, se ti, se ai tjetri, se kryeministra, se gjithë ata. Pra, në qoftë se sheh si njeri neutral, pra jo si shqiptar. Ani observues neutral, po. Kështu duhet që. Faleminderit për të pjesë. Bëm një hyjme pak më atë gjatë se zakonisht, në mënyrë që edhe shikues tanë si të them, me u mishru me atë se çka o tema, çastën që ke për të temë. Me ju vjena shpesh në për studio televizive dhe për tema që kanë bëjnë me natyre sigurie, që në shqetësim kombëtare ka thënë. Disa herë, tash rasti fundit në Kaçanik, vrasja e rreshterit Lika, nuk ka përfundu krejtësisht me hetimet në intensitet më thellë mbase po vazhdojnë, por gjithë kjo na lidh me rrënet ka, tash si të them, nga njerë që mund frymëzohen nga predikime, që mund t'jenë, keni thënë, fetfa, mund t'jenë tjera gjëra, ku nuk jam një si mirë i kësaj. Që është e veç me arë Kosova, si e shpjegoni Kosovën në 2025 në këtë punë? 2012 keni qenë vetë në Siri. Atje dhe keni pa gjenën, si mund ç'lidhje ka Kosova me atë pjesë, mezi keni shpëtuar. Dhe
Që shëbona mu ekspozu ndaj kësaj pune? Që flet heshtja? Në fakt, rasti më i rënd që i ka ndodhur Kosovës, mund të themi që është rasti i Kaçanikut, vrasja dhe shtetit e policisë Kosovës, sepse prokuria Ferizajt ka deklaruar pecitoj. Thotë rështeri i policisë së Kosovës, Mamet Lika, është vrarë nga një grup ekstremistës të rrezikshëm, që ka përkufizu si një grup ekstremistësh, madje të njëjtit më pas media i ka shkëput disa aktivitetet tëre radikale, ndoshta edhe ekstreme, dhe se policia në deklaratën e saj për publikun ka thënë që vrasja lidhet me punën e rështerit të policisë Kosovës. Çështja e ndihshme është kjo. Nëse është dhënë një fetva, një leje me drejtu pushkën kundrejt institucioneve të sigurisë të rendit. Kjo është rasti. Dhe nëse kem këtu, unë kujtoj që nëse është kështu, dhe mendoj që prokurori dhe policia në rastin konkret, apo kryeprokurori Ferizajt, kanë bën një, mund të them, një deklaratë shumë komplekse. Për faktin se nëse është e vërtet që grupi ekstremist radikal, i cili është arrestuar, janë 7 persona, dhe se të njëjtit e kanë vrarë rështerin Lika për shkak punës tij operative, edhe pse i njëjti ka punu në stacion Kodër të stacionit si shef ndrimi i policisë e rendit patrollave, s'ka pas një detyrë që është marrë me ekstremizmin e radikalizmit. Për të rënë, megjithatë, policia dhe prokuria në deklaratat e tyre ka përmendur edhe 2 raste mjaft të ndjeshme, ka qenë domethënë sulmi në gjykatën e Kaçanikut ku është djeg gjykata dhe një rast djegja e pemës të vitit të ri në Han Melezit. Dhe e ka lidh. Pastaj diskutimi ka qenë rreth asaj se Mamet Lika ka marrë pjesë në të 2 rastet, edhe pse i njëjti nuk ka arrestuar sepse rreshterët nuk bëjnë arrestime, por e ndihmojnë ekipin policë të cilët merren me arrestimin e tyre. Dhe çfarë duhet të them këtu? Këtu kemi të bëjmë me 4 probleme serioze. Fundamentalizmi, radikalizmi, ekstremizmi, terrorizmi. Nëse ky rast, edhe pse deri në këto momente. A ti shpjegojmë një lutem po. Patjetër. Edhe pse ky rast akoma nuk është të trajtuar si rast terrorist. Madje është cilësu, është kualifiku si vrasja rënd dhe trajtohet nga prokuria themelore në Ferizaj. Përkundër faktit që me urdhër të prokurisë speciale të Kosovës, policia krimeve të rënda në Prishtinë, në fakt, policia kundër terrorizmit zhvilloi një aksion ku arrestoi edhe 4 të tjerë, por që më pas disa nga ata apo të gjithë janë liruar dhe nuk dihet nëse po vazhdon tutja apo jo, me siguri është pjesë e punës së policisë së Kosovës. Ajo që është shumë e rëndësishme ndërlidh. Duhet të kthehem pak më parë tek çështjet që niset edhe me të nderuarin, tek çështjet që kanë të bëjnë me qasjet në mënyra se si veprojnë ata. Për shembull, vehabizmit dhe selefizmin duhet ta përmendur shumë e rëndësishme. Selefi apo selefizmi, selef do të thotë një pasues, një person i cili ka vazhduar rrugën e profetit. Kanë qenë sahabët, shokët e profetit, që kanë luftuar bashkë me ta dhe pas sahabëve, pasi ata kanë vdekur, të gjithë është konsideruar gjenerata e dytë selef, domthonë pasues i frymës, rrugës asaj që kanë bërë selefistët. Dhe për një kohë të gjatë ka vazhduar selefizmi deri në kohën e ardhes së Abdul Wahabit, një vllai i presidentit mbretit Saudisë, Arabisë Saudite, i cili në një konflikt familjar që kishin me mbretin, ishin marrë vesh që Arabia Saudite të udhëheqet nga 2 udhëheqës. Njëri tjetë udhëheqës fetar që ka qenë Abdul Wahabi dhe tjetër Abdulaziz tjetë udhëheqës administrativ. Dhe Abdul Wahabi mori veprimin atë kohë reforma të islamit, duke marrë nga 4 shkollat juridike islame. Hanefi, Hanbeli, Shafi dhe Maliki. Janë 4 shkolla juridike islame, të cilat janë pranueshme dhe sunite dhe të cilat shkolla, nga të cilat shkolla ai mori nga pak dhe kjo mix i atyre që mori u shqujt më pas vehabizëm, sepse domethënë diçka që e ka kriju nga shkollat juridike një farë lloj shkolle, një farë lloj mund të themi strukture që e ka kriju bot kuptimi të ri dhe pra ata u quajt vehabizëm dhe ata të cilët e kanë ndjek pastaj vehabizmin apo rrugën e Abdul Wahabit kanë pas disa leje që s'kanë qenë në 4 shkollat juridike që në njërën thjesht që i ka marrë copza aty dhe është leju për shembull edhe vrasja.
vrasja, për shembull përdorimi i armës në rast ose vrasja në përgjithësi, është përdor edhe fetfaja. Fetfaja për shembull ju ka dhënë drejta një personi i cili nga kategoria muvahid, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Kategoria muvahid shkon në emir, shkon nga emiri bëhet kadi, nga kadia domthon bëhet edhe domethënë fetfaxhi ose person me të drejtë fetvari si tip udhëheqësi. Se vetëm emir nuk do të thotë që mund të jep fetva, por duhet të jetë edhe emir që ka të drejtën me një kompetencë më të shtuar si lloj eprori suprem. Që publiku ta kuptojnë emir ose amir, pra bëhet fjalë për një udhëheqës. Emir do thotë emir i pari, udhëheqësi i parë. Emir në çdo grup i cili ka mbi 3 persona ka të drejtën me marrë një emir, një udhëheqës. Emir do thotë udhëheqës. Parë nga organizimi se si e bën shteti islam, Dawleti Islamia apo Islamic State që quajnë këta, çdo person i cili merr një rrugë e që janë mbi 2 persona, i treti duhet të caktohet një udhëheqës emir. Por çështja e organizimit, pastaj të emirit ku vjen Mezhlis i Shura, kuvendi. Mezhlis i Shura është një kuvend fetar që merr vendime, cakton këshillin e ulemave. Ulemat janë ata dietarët, të cilët japin mendim ku e autorizojnë emirin për me bëni fetva. Kjo është struktura, kjo është organizimi. Hierarkia. Emiri është i pakontestueshëm, ultimativ. Emiri është i pakontestueshëm pse edhe këtë ta shpjegoj. Mas pori Muhameti ka zgjedhur domethënë këta dhe janë ultimativ, nuk janë të pakontestueshëm. Nëse flas me për Abdul Wahabin nuk duhet kthehemi ndalmi teve, është një kohë më hershme ajo. Dhe çfarë do të thotë emiri? Emiri nuk votohet. Emirit japet besa. I bëhet muhabele, domthonë i betohet. Emiri nuk zgjedhet, por grupi i ulemave, një ketibës, për shembull, themi sipas shtetit islam, që e ka ndërtuar, që kam qenë në Siri, e kam prej këtë organizim vet. Shteti islam ka pas edhe ketibët njësitë e saj dhe ka pas qendrën në Sham, ku edhe ishte shtri Siria dhe Iraku e pjesa. Zona, dhe nga aty do të udhëheqej më pas bota islame, nga shteti islam me Dawlete Islamie që kanë quajtur, që do të thotë shteti islam, i cili ka një halife. Çfarë do thotë? Halifi është i pari, udhëheqësi i parë, njeriu i parë i kësaj strukture, këtij shteti është halifja apo kalifja, si ndryshe, udhëheqësi suprem. Pastaj vijnë emirët. Emirët janë për shembull në për ketibe apo në për shembull Dawlete Islamie Kosova, për shembull shteti islami i Kosovës me emir për shembull X personin. Dhe kjo është mënyra se si kjo është çështja që është shumë e rëndësishme me ditë. Nëse referu edhe një herë se këtu nëse bisedë. Në observimin, po nëse i referohemi faktit që në Siri kanë marrë pjesë rreth mbi 300 persona. Ju kanë përgjigj për kohë banorit më shumti në Evropë nga Kosova. Dhe nëse i referohemi faktit që këta persona, disa të rikthyer dhe në burgjet e Kosovës, disa kanë përfunduar burgun në Kosovë, kanë vepruar në kuadër të një strukture që ka qenë hierarkie, që ka qenë halifja apo kalifja, udhëheqësi, emiri i përgjithshëm. Ju besoni që kanë qenë të tillë? Po sigurisht, çdo person i cili ka shërbyer shtetit islam ISIS-it, që është Islamic State në Ryshë, se ISIS është Islamic State Irak, Siria, po vetëm ISIS është Islamic State, pastaj Islamic State është ka qenë shteti islam për Iri dhe Irak, për Siri dhe Irak, prandaj është ISIS, Islamic State Irak, Siria. Dhe tash, nëse këta i kanë shërbyer, me patjetër ka qenë sepse ka qenë e domosdoshme që ti më ju nënshtru hierarkisë. Ka qenë domosdoshme. Pyetja është të riadhësuarit. Apa këta të cilat kanë qenë të listuar për çështje operative për t'i dërguar ata atje në Siri, janë pjesë e shtetit islam. A kemi na ketibe në Kosovë? Njësi. A ka? Po sipas mendimit tim ka ketibe dhe nëse i referohemi faktit që Prokuria e Republikës Kosovës, Prokuria themelore në Ferizaj e përmendin një grup ekstremistësh që kur ta marrin urdhrin apo fetvon për ta bë. Dhe tash pyetja që është shumë e rëndësishme. Polici Rehan Bela, i cili është i dyshuar për vrasjen i dyshuar referu prokurisë së shtetit, sigurisht që prezumimi i pafajësisë ekziston për të deri në fund. Nëse a i njëjti vërtet e ka bërë vrasjen, pyetja është, a është dhënë fetva dhe nëse po nga kush? A është dhënë nga emiri? Kush është emiri? A ka Mezhlis i Shura? A është mbajtur kuvendi i muslimanëve? Ku është ai? A kanë marrë fetva? Janë çështje që do prandaj komunikimi i personave kompetente, prokuria dhe policia, gjykata, duhet me pas shumë kujdes. Sepse ndërlidh apo komplekson më shumë situatën se sa që është. Në rast se personat të cilët e kanë kryer veprën janë persona
me petk fetar, po veprën e kanë kryer për çështje të tjera, është mirë. Është më se urgjente që institucionet e Republikës së Kosovës me nda këtë farë çështje. Në rast se vërtet ndodh që ne kemi një fetfa, atëherë vërtet Kosova është në situatë tepër të rëndë. Është në shkallën më të rëndë të mundshme që ka mujtë me qenë ndonjëherë. Një fakt duhet ta përmend. Pas luftës 1999, ne jemi të vetëdijshëm që Serbia ishte tërhequr nga Kosova për shkak të forcës të madhe në bashkëpunim me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe NATO-n. Ishte largu. Dhe në momentin kur Serbia kishte largu forcat e saj ushtarake, kishte aktivizuar pjesën e saj shërbimeve sekrete. Dhe përmes shërbimeve sekrete, ajo kishte arritur që të angazhoj, domethënë eksponent, organizata, përmes mekanizmave të ndryshme përdor lindjen e mesme, për të sjell aktivitete fetare, siç janë çështjet e para kanë pas bëjnë me ndihmë humanitare. Kanë qenë 12 organizata islame në Kosovë që janë marrë me çështjet humanitare. Për shembull, kryesisht në fushën e mbështetjes, për shembull, të ujit, kanë hap disa puse të ujit, në bujqësi kanë sjell kafshë ndryshme, thjesht veprime ku godet në mënyrë drejt për drejt marrëdhënien me njeriu sociale. Dhe këtu më vonë patëm pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës listuan disa nga organizatat, si organizata terroriste, Kosova i mbylli në numër të madh tyre, por kur nuk e dimin se të njëjtat ndryshuan emrin, formën dhe vepruan me forma të tjera dhe realisht kemi një dështim të shtetit Kosovës sa i përket vendosjes para përgjegjësisë. Ishin edhe Serbinë të infiltruar direkt. Jo e shoh. Jemi sinqertë. Sepse edhe Akademia e Shkencave aty me thon drejtën goxha moti e ka në postulatin e saj që madje më kujtohet në elementi fetar është instrument në gjitha takimet për përçarjen e shqiptarëve. Në gjitha takimet që ka marrë pjesë në pas parasysh bëdri dhe lidhje që ka pas Serbia me vendet e lidhjes mesme, infrastrukturën e atyre vendeve që ka trashëguar ato lidhje nga edhe Rusia, mos ta harrojmë. Edhe Rusia, elementi rus. Gjithçka lidhet me një investim perëndimor, siç është Kosova, u bë shtet, është vend plural demokratik dhe në të gjitha pikpamjet duket që po goditet ky investim që është i setar direkt SBA me aleatet, me Britaninë e Madhe kështu me radhë. Në shumë takime këtë duhet ta përmend. Në shumë takime që ka marrë pjesë ku ka pas bëj me çështjet e sigurisë. Përfaqësues në disa takime të ndryshme. Ish agent i AKI-s. Unë kam punuar për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe duhet përmend një fakt. Në gjitha takimet që ka marrë pjesë në çështjet që kanë bëj me sigurinë ndërkombëtare, përfaqësues shteteve që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe që kanë marrëdhënie të mirë me Serbinë, çështën e parë kanë thonë Kosova është një vend burim i jo sigurisë për shkak të ekstremizmit dhe radikalizmit fetar. Vërtet? Në të gjitha takimet dhe fokusi, madje duhet përmend një rast në Bruksel. Derisa isha në Bruksel, ky ka qenë një rast shumë interesant. Bëj fjalë për ekstremizmin, radikalizmin që shpihen në terrorizëm. Dhe në ndërkohë aty unë jam nga Kaçaniku, kishin vendosur një tablet madh, një ekran të madh, dhe në gjithë kohës ishin ato pamjet e lavdërëm Muhaxherit ku godet një fëmijë me zoll, me prevë. Dhe gjatë kohës, sigurisht isha një përfaqësues i një shteti, në fakt nuk e përfaqësoja Kosovën, isha në cilësinë tjetër aty, dhe si njësi rrethonave më dha mundësia me fol. Kërkesën e parë që e bona, thash me largu sepse kjo promosh terror. Jo pe ekspozoni një person me armë gjatë gjithë kohës, dhe kërkova që minimum media mos jap hapësirë, se thash ISIS-i pa pare e ka marrë vëmendjen media, dhe ju ka nda media kohë të jashtëzakonshme, domethënë shtetit islam duke tentuar që të promovoj vlerë. Po bashkëbisedojmë këtë temë. Çështjet të cilat mund të themi kanë qenë vërtet të ndjeshme dhe të nevojshme me diskutu, po që janë shfrytzuar për me promovu ISIS-i vlerat e saj. Vetë ISIS-i duke pa interesimin e mas medias për me trajtu çështjet e ISIS-it, vendosi në rrjetet sociale pamje të ega, të mëmershme me qëllimin e vetëm për me i targetu me i bo subjekt personat me gatishmëri për me qenë të rrezikshëm, sepse a kategoriu ka dashur ISIS-it. Dhe realisht mediat ran media në gjithë botën, në shërbim të
isisit pa vedije sepse promovoj ato elementet të cilat realisht i banën shumë tri, e sidomos moshave 5-16 që e dini që ka pas ai për Kosovës, për të shku dhe për ta prek atë ekstremin që ishte prezentuar në media. Dhe fatmirësisht, nga i takim që kam pasur, më kujtohet, nga i referencë ka pas një angazhim serios mediave dhe kanë fillu me ignoru duke u trajtu çështet në institucionet përkatëse të sigurisë, po jo në mass media sepse në mënyrë automatike e promovonin një farë forme për kategorinë të cilët e dëshirojnë në dhunën. Që t'ja japë Kosova, po. Jo, vazhdojmë në ndërlidhe me këtë temë për... Tema si tema shumë e gjonë... E do të përbishme të kapën pjesët përmbajtësore. Çështja është se Bedriu flet si ekspert. Kosova sot, 2025, shqiptarët ku të qëndodhen, po, lutem, në çfarë shkollë jemi të ekspozuar? Nëse bën veç pak ta vazhdoj ku në disa pika. Ndërsa unë flasi si një intelektual dhe analist i disa çështjeve algoritmike që i bëj me disa miq me Zvicran këtë pikë. Ne nuk jem fushën e asnjë organizate si person. Por sigurisht që janë njerëz që mirën me islamologji dhe takohemi her pas here dhe bisedojmë. Edhe si shqiptar, kam takime me ta, por janë gjitha legale. Domthonë të gjitha informacionet e mia që jap këtu bazohen me një shkrim, me një gazetë, me një burim. Pra nuk është se di shumë nga ajo pjesa sekrete e çështjeve. Te Serbia ta marr për shembull, sigurisht se Bedriu është ekspert i fushës dhe një gjë më shumë, në analizat e mia algoritmike, po them sepse i morëm ka 20-30 gazeta që kanë ulëmtuar në Siri edhe tash fjalën e Bedriut krejt dhe i analizojmë dhe i qesu mundësit se cila është mundësia që edhe këta të kenë marrë pjesë. Ne nuk kemi gjetë ndonjë mundësi që drejt për drejt Serbia ka pas kontakt me imam të Kosovës, cilë do natyre tjetë. Pra në mënyrë drejt për drejt nuk është gjetë deri me sot. Mirë, po rasti Vienës për shembull ka indikacione që edhe disa raste tjere që në mënyrë indirekte Serbia ka financuar. Sulmi në aeroport e ki fjallën? Në Vjenë. Në Vjenë, në qytet që pa të ndodhë. Dhe tani po thëmë, si ka ndodhë kjo mënyrë, si ka mund të ndodhë në mënyrë indirekte. Pra, nga Kosova dihet qartë që kanë ulltuar imam të caktuar, që dikun janë shkruar me emra të tjerë, të cilët me disa nga personat që kanë qëndruar prapavijen dhe shoqërinë e personit që ka kryer atentatit, pra kanë pas komunikim dhe përgatitje. Në Zvicër. Nga Kosova? Në Zvicër ka ndodhur kjo para se ndodhë Vjenë. Kjo është një dhe ka pas, supozohet se ka pas dhe takime me imam nga Sanxhaku. Pra tani, unë po e hedhe si shpekulim në atë kuptimin, pra Serbia ka fare mundësi, fare letë që një pjesë të propagandës saj dhe një pjesë të cytjes ose nxitjes në islam, pra ta bëj përmes disa imamëve nga Sanxhaku dhe troje tjera, pra drejt për drejt në mënyrë indirekte që mos bjen kontakt me imamët e Kosovës. Tregon pak për imamët e Maqedonisë dhe Luginës Prishevës, me qenë se ata kanë pasur mundësi të lëvizin me lirshëm. Edhe ata kanë këtë mundësi. Me lirshëm për shkak liberalizimit. Edhe kanë bërë atë mundësi, ka pasur libra që kanë shkruar disa prej tyre dhe kanë qitë edhe shpërlarje të mëdha. Por duhet të them se që në vitin 2013-14, po sidomos në vitin 2016, vetë mediat hulumtuese zvicrane kanë identifikuar 30 salafist prej tyre shumë imam të njohur nga Maqedonia dhe Kosova që kanë marrë këto seminare që thash në Zvicrës. Kanë ndaluar të hyjnë atje apo jo? Disa kanë kryer burgun, këtu e kanë lë, por pas burgut kanë vepruar edhe mënyrë më të rafinuar. Ka pas dhe politikan, pra që sot janë ende në emisione marrin pjesë, dhe edhe politikan të kohës dhe njerëz të tillë marrin pjesë pra në emisione të tilla dhe janë identifikuar si salafist. Mandej ka pas edhe një artikull nga Albinfo, Tagesanzeiger, shumë gazeta zvicrane pra që janë transparente në këtë drejtim. Pra, definitivisht kjo është kështu si po e thëmë une. Tani, se çka muj me bona ose çka muj me ndryshuna në këtë drejtim, unë mendoj se shumë çka është në dorën e shtetit. A jemi në momentet e fundit për ta nxënë hapin? Për të thënë stop. Unë mendoj se e para... Betejë është një zinxhir mekanizmash, institucionësh, jo është me forcën e ranit dhe të ligjit, ose me survejimin nga inteligjenca ta zënë, por duhet basa edhe sistemi arsimor, duhet mediat, ose zinxhir
Ky zinxhir është të përdor në Se ne po merrem me thënë drejtën, apo konstituohet kuvendi, as po konstituohet, apo bëhet ai kryeparlamentar apo ky tjetër. Jemi në një parodi të zezë nga rendje, edhe pak si për zbarkuan pushtet. Edhe pak deshta të ndërlidhur, pra jo vetëm Kosova ka dështuar këtë drejtim, po ka dështuar edhe Evropa, që të jem shumë i sinqert. Si ka dështuar Po shikon, unë e thash edhe një herë, ndoshta shërbimet e inteligjencës drejt për drejt për cilin terroristët, ekstremistët që janë të gatshëm për veprime, por në çështjen e fundamentalizmit dhe shpërlarjes trunët, realisht ka dështu. S'kan njerëz, s'kan kapacitete për t'i kuptuar ato. Ato që s'kan, por ka edhe diçka tjetër, domethënë për te asaj që nuk kanë. Pra, unë i përmena ato vlerat kryesore të demokracisë dhe njëra prej tyre është liria e fjalës. Pra, Evropa ka zbrastira ligjore për të luftuar këto fenomene. Pra, liria e fjalës është një problem shumë i madh. Ende mirën me definicione shtetet e Evropës se deri çka guxojmë të ndalojmë ose çka s'guxojmë të ndalojmë. Kina gjallë që ta thonë mbështetues Zvicran ose tjera. Kina gjallë që ta thonë për shqiptarët. Për shembull, që e kanë një orë dikën mbase. Por edhe të shqiptarët. Po ajo që dihet botërisht, pra. Nuk shqiptarët. Ajo që dihet botërisht, nëse dëshirojnë një reformim, pra reformimi duhet ndodh në literaturë. Pra, e para duhet mund të vishësh si evropian, të dukesh si evropian. Në përgjithësi, ditën e natën pastaj të kthehesh në kërcënim për randin kulturor të atij vendi. Masa më efektive dhe më e qartë do të ishte reformimi i Islamit. Reformimi pra duhet ndodh në literaturë. Pra duhet hiqen nga Kurani jo krejt, po disa nga suret. Për shembull një 24 apo i marr kështu. Të lutem po. Ose për shembull Çka ke vrejtur, po? Jo çka kom vrejtur, çka mendojnë tjerët. Po, unë nuk po flas në vija tolla, po them, Kurani ka dy pjesë, atë pjesën e shpalljeve në Mekë dhe pjesën e shpalljeve në Medinë. Dhe pjesa e shpalljeve në Medinë, pra kryesisht është pjesë e cila ka ndodhur në rrethana lufte. Dhe në atë pjesë pra ka sure të cilët pra i shpallin armiq ose të pafet si judët, të krishterët, laramanët e tjera pra. Unë po them ka ndodhur në rrethana lufte. Mirë, po para tyne në Mekë pra ka gjithashtu sure dhe ka vargje të ndryshme që edhe judët edhe të krishterët pra quhen popujt e librave, popujt të shkrimit, të cilëve u premtohet edhe ringjallja, edhe parajsa. Pra, ky është një lloj konfrontimi. Besimet abrahamike kanë një kauzë, mbi principet njëjta, por tani Islami si besim më i ri, abrahamik. Unë thash sepse ato shpalljet në Medinë ndryshojnë nga shumë aspekte, po tani jem këtu për një çështje tjetër. Pra, edhe vetë shpalljet nuk kanë ardhur. Jo ide, besoni që kjo është temë debatit edhe midis komunitetit fetar në Kosovë, ki hoxhallar, klerik që përfaqësojnë shkolla të ndryshme të interpretimit. Në kuadër të kësaj lirie mendimi e tjera, Bedria është në rrjedha të kësaj pune që vetë brenda komunitetit ekziston ky lloj debati. Janë disa hoxhallar që kanë shprehur gatishmëri për të kontribuar në fryme liberale. Po pra. Fryme liberale të besimit, që besimin ta trajtojnë vetëm si çështje private. Po, pikërisht, shpirtërore. Shpirtërore private, jo si detyrë kolektive. Pikërisht pra. Prandaj edhe janë animuar si njerëz të dëmshëm të Islamit, si njerëz që po ardhënojnë Islamin dhe fatkeqësisht mbase ka dominuar kjo pjesa tjetër që ka fituar këtë betejë deri më tash, fiton. Nëse më lejo ta vazhdoj, pra kjo nuk është e mundur që thash, pra ndryshimi i librave nuk është e mundur. Nuk është sepse është problem shumë i madh. Pra, Perëndim ka një dorë mas pari, edhe pse ka pas ide. Tani, a ka drejt një imam të marrë ligjërata mbi bazën e një libri? Pra, derisa ai mbështetet me një libër që shkruan dikun, ka drejt edhe ta marrë atë ligjëratë. Pra, edhe këtu problemi për ta burgosur ose për ta izoluar dikon është shumë i madh Perëndim. Po du me thonë infrastruktura mund burgoset për veprime apo? Mund burgoset për përhapje të urrëties, mund burgoset ose thjesht anulohet, por shancat për Shiko, terrorizmi sot është kategori shumë e terrorizmi është diçka tjetër, unë po flas për këtë. Po kjo mund na çon apo? A thot? Terrorizmit janë fush pastaj inteligjencës, janë diçka po kjo mund na shpije atje. Unë të fol për organe legale për komunitetin politik. Ekstremizmi shpije në terrorizëm, gashi.
Ndëgjoj, tash më fal. Jo, po, unë po flas për nuk ka interpretim tjetër atë. Unë po flas për përpjekjet e perëndimorëve në përditshmëri në mënyrë legale si provojnë pra ta zbusin fundamentalizëm. Këtë jam thonë, te fëmijët, te rinjat e kjo. Na trego për shqiptar të pyeta, çysh i shohin me çto nëse kemi Zvicran, Gjerman? Kam Zvicran mish, domethënë, realisht jam të shqetësuar. Problemi Kam pyetje, çfarë pyetje bëjnë kanë pyetje me ata që unë shoqërohem, me ata që unë flas për këtë tema, nga orientimi politik shumica e tyre janë socialdemokrat. Dhe ata janë shquar për një tolerancë të jashtëzakonshme. Sigurisht që nga partitë e djathta ka shumë të interesuar këtë temë dhe për të marrë informacione dhe qartë, nuk po është lulzon në ekstremi djathtë, kudo në Europë. Ai me lulzu, po lulzon dhe në fokus nuk i ka judët, po i ka pikërisht muslimanët, definitivisht është kjo qartë se kemi kontakte edhe me ta në mënyrë shoqërore, domethënë si intelektual, se jo në linjën e tyre politike. Fokusi i ekstremit djathtë janë tani janë muslimanët, pra nuk janë më judët. Definitivisht, këtë unë po them me plot po erdhën ekstremistët. Po erdhën ekstremistë. Ekstremistë djathtë politikë. Po erdhën ekstremistë, domethënë muslimanët zot që kanë me pas vend më në Evropë. Me jetu. Mandej ndoshta do të goditem edhe unë si që nuk jam në far praktikues ku më di se çfarë Islami. Besimin e mam për vete, ç'është po deshte besoj edhe votën sa ç'është po veç mlejon veç habitati shqiptar, tradita tona ilire, kjo edhe rronet e një gaditshur ballkanik me gjithë atë histori, me këtë gjuhë indo-evropiane, më të lashtat. Çu shu bombra me unë nështru me ra në gropën e mbytjes kulturore. Zoti është më i madh se kombi, e kupton, dhe feja për ata është më e madh se kombi. Në fej s'ka komb, që të kuptojnë, përcaktimi është vetëm linjën që e kanë. Por ne që jemi këtu si shqiptar, i kemi rezistuar tiranive. Ne që diçka shumë bukur e ka theksu Bedriu. Bedriu ka qenë në luftë. Në momentin e di se ne njihemi i ka rezistuar tiranive ky komb. Në moment me shekuj e me shekuj. I ka rezistuar Romës, Bizantit. Për andurisë Osmane ndodhe që ndodhe, si ndodhe pastaj ajo. Gjithë edhe me ardhën situatën mu shndru në alarm kombëtar, serios kjo punë, është dështim në rëndpari atyre që sot e pam kuvendin e Kosovës që po talen objektivisht me shtetin. Nëse më kishë leju 3 gjëra tepër melansi kisha ndërlidh. Ndërpreva në gjo? Jo, nuk në rregull, krejt. 3 gjëra tepër melansi kisha ndërlidh. Demo Berisha, Murat Dënjani, Filan Mitrev. Demo Berisha tani më ministër në qeverinë e Vučićit, i angazhuar në Shkup, në kuadër të një organizate jo veçeveritare, Matrica, Gjoja për të drejtat të shqiptarëve, kishte vepruar gjatë dhe detyra e tij primare ishte mbështetja financiare dhe aktivitetet të ndryshme e grupeve radikale islame. Kishte me komunikim me imam cilët janë të arrestuar. Ku ishte Bedri këtu? Mund të them dikun nga viti 2012. Me theks veçantë. 2012-2017 ka qenë aktiviteti më i madh. Pavarësisë. Dhe çfarë du të them? E dyta, Murat Dënjani. Murat Dënjani është një burg nga Hani e Lezit, i cili aktualisht është në burg në Kosovë dhe është shqiptar i parë që ndjeket penalisht nga Prokuria Speciale për për gjenocid. Avokati i tij, serb, Dejan Vashić, e ka konfirmuar që klienti i tij Murat Dënjani nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës ndjeket për veprën penale të gjenocidit. Dhe treta që është shumë me rëndësi, Filan Mitrevi. Filan Mitrevi është një Maqedon, i maqedonisë, djali i biri i mjekut të famshëm të maqedonisë Zhan Mitrev, i cili është arrestuar në Gjermani dhe është në procedurë të dënimit për sulm terrorist. Pse po i lidhi tre emra? Tash duhet të dalë tek dyshimet për aktivitetet e shërbimeve sekrete për të dëmtuar pikërisht popullin shqiptar apo mund të themi identitetin tonë kombëtar. Filan Mitrev besohet dhe mendohet në Gjermani, madje edhe për këtë po dyshohet dhe po ndjeket penalisht se ka mbështet aktivitete të ndryshme terroriste, kryesisht me përfaqësues të komuniteteve të lindjes mesme dhe shqiptar. Madje njëti dyshohet se ka qenë ndërlidhur edhe me grupin terrorist i cili kryu një vepër terrorizmi në Vjenë, kujtim Fezullah, i cili pashtu ishte nga Maqedonia dhe kishte ndërlidhje me Zhan Mitrev në Vjenë.
Mura Dërnjani ishte bashkëshorti i gruas i vajzës së një generali sërb i cili udhëheq me inteligjencën ushtarake sërbe. Që është më e fortë se bija. Se bija. Dhe këto dëshmi, apo tra kampione, tra vlera, po i vendos në tavolinë për ta kuptu se çështja aktivitetet janë pas shpalljes pavarësisë. Krejt janë pas shpalljes pavarësisë. Dhe kjo është ajo fokusi në momentin kur Serbia dhe Rusia, përkatësisht bija serbe dhe FSB ruse, të cilat në drejtoritë e tyre të posaçme për aktivitetet në Ballkane, posaçërisht në Kosovë, kanë mjetën në dispozicion. Madje vetë institucionet e Republikës Kosovës kanë deklaruar se bija shpenzon 40 milion euro për çështje spionazhi në Kosovë. Fokusin kryesor e kanë pas tek mbështetja e aktiviteteve radikale, cilat shpinë në ekstremizëm, pastaj drejt edhe terrorizmit. Dhe fakti që persona tonë shqiptar kanë marrë pjesë si për shembull sulmi në Gjermani, në Austri, i kujtim arrestimi i personave të ndërlidhur për sulmin në Gjermani, në Zvicër ka shqiptar të cilët janë arrestuar për çështjet që ndërlidhen me sulmin në Austri. Drejt për drejt. Ka shqiptarë të Zvicrës të cilët janë arrestuar dhe janë në procedura që dyshohet se kanë mbështetur aktivitetet e ISIS-it e posaçërisht kanë ndërlidhje me strukturat sekrete serbe dhe ruse. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë si po mendojnë apo si po tallën këta të kuvendit se që fare nuk e kanë problem çështë kombëtare. Të jeni të sigurt që nëse marrim parasysh krejt këto që i tham sot. Unë po i them tallje, po e marr Lerin me thon tallje. Edhe unë pe quj me të drejtë tallje sepse të dështosh prej 9 qershori, prej 9 shkurtit, një shtat si Gjermania me 100 milion banor, i ka konstituar gjitha institucionet pas zgjedhjeve, kanë qenë zgjedhjet një muaj pas nesh, dhe ne nuk kemi mundësi me bo qeverinë ku minimalisht 880 milion euro presin Fond Bashkimi Evropian nga qeveria e re. Ratifikim kuvend. Unë po tisha prokurori speciale, po të ketë një burr, një prokuror që do këtë vend, i prokurori speciale nis procedurën ex officio nis procedurën për domethënë sabotim. Sepse unë dyshoj që këto ka vepra të spionazhit që kanë bëjnë me sabotimin. Po të kishte një prokurori të bazuara dyshime që figurat të rëndësishme politike flirtuan me elemente radikale për çështje votash. A ishin në dieni të këtë aktivitetit tyre? Unë nuk du të besoj që inteligjenca e Kosovës, unë nuk du në asnjë moment besoj që inteligjenca e Kosovës nuk ka arritur që me targetu subjekte të caktuara, individ, politikan, që cilët mund të kenë ndikim dhe pikërisht përmes ndikimit që e kanë si politikan, i shkaktojnë edhe këtë situata ku Kosova aktualisht prioritet numër 1 e ka domethënë deskalimin. Jo deskalimin, po e ka heqjen e largimin e masave ndëshkuese. E para, desanksionimin. E dyta, e ka vendosjen e marrëdhënieve të reja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për shkak të krizeve që kemi pas, edhe të fundit lutem, dhe vetë rreziku, vetë situata e breshtë të sigurisë që e kanë deklaruar po këto politikan që në Kosovë, unë nuk e di si e kanë deklaruar dhe po e deklarojnë që Kosova është ekspozuar para një stati jo të mirë, dhe në anën tjetër nuk i krijojnë institucionet që kanë më marrë me trajtuar që situatën jo të mirë, që ekspozimin. Është një goditje, një hipokrizi, një goditje për shtetin. Dhe unë personalisht dyshoj, dhe drejta e dyshimit është... Unë interesojnë informatat që mund të çojnë në lidhjen realisht të tyre me vedi pa vedije, ajo që duhet provohet, natyrisht. Unë personalisht kam vendos në prokurori speciale të Kosovës, kam deponu materiale të cilat urrej dhe shpresoj që lidhen me çështjet që kanë të bëjnë edhe me veprën përpas follomanit të ekstremizmit, mbështetjes së ekstremizmit apo pastrimit parave të ekstremizmit, që lidhen edhe me sabotazhin. Ende të kanë thirrë. Deri më tani unë uroj dhe shpresoj që unë do të jam duke punu që t'ju sjell informacione shtesë, që nga viti 2010 kishte një aktivitet rreth 100 milion euro, që ishte iniciuar, madje një përfaqësues ndërkombëtar kishte arritur që ta sfidoj policinë e Kosovës, me çka dhe ka pas një procedurë kundrejt personin fjalë, i njëjti ishte larguar nga Kosova dhe është rikthyer dhe sërish. Janë disa çështje ndëruar, Ridvan. I pyetësh në lidhje me këtë. Sa kanë arritur në gjykimin tuaj, në vlerësimin tuaj, në informatat që ke, me që se ke punuar dhe në, po them, vite me përparë në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.
sa kanë punu institucionet e sigurisë për ta parandalu infiltrimin e këtyre elementve për brenda policisë, FSK-s, Forcës së Sigurisë e Kosovës dhe Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë. Derisa përgjigjesha bën edhe unë me ndërlidh pyetjen tani që t'ja bëj pak. Masporit kërkoj folje se ne njihemi me Bedriun dhe kemi nejtë s'ta kumbo këtë pyetje kur, po nashta ma fol. Gjatë kohës e ISIS-it kur kanë kaluar prej Turqisë në Siri, pra ku njerëz kanë shku të rritë 15-16 vjeçar. Kam lexu me një gazet që para disa viteve ka shpall, pra shërbimet e Turqisë, po dhe të Zvicrës dhe Gjermanisë kanë fotografu shumë njerëz atje, domethënë, dhe konsiderohet se 1/3 ose 1/4 e tyre janë kthyer në kufin nga prindrit e tyre. Unë besoj shumë dhe mandej s'po muj me thonë 100%, kufi Turqi Siri. Unë besoj shumë që shumë të rritë asoj kohë që kanë qenë janë regjistruar me një mënyrë nga shërbimet e huaja që kanë dashur me kalu kufinin me shku njerëz që kanë qenë 15 dhe 16 vjeçar, për nga Zvicra i di sigurt, dhe prindrit për shkak se kanë pas parë të mëdha janë shku dhe i kanë kthy. Ata tri kur nuk janë rehabilitu, prindi kanë fshef. Sot prej tyre ka jurista, ndoshta ka njerëz që janë transition në jetën publike të Kosovës dhe se të tillët haptas, domethënë çfaqin dashamirësi edhe krijimin e disa partive politike ose të ngjashmit, po them, pe krahasoj me Zvicrën. A ka një ori që për shembull ka pas tri që janë kthyer prej kufinit dhe nuk janë rehabilituar kur, janë rishkolluar dhe pastaj sot gjinen në funksione të ndryshme, polici, jurista, dhe nuk kanë heqë dorë fare nga kauza atyre. Ne kemi rast që personave që kanë qëndruar vetëm 9 ditë në Siri. Madje njëri nga personat që ka qëndruar vetëm 9 ditë në Siri ka udhëheq dhe ka një shoqat humanitare, organizatje qeveritare dhe është marrë me çështën e radikalizmit dhe ekstremizmit, bëhet fjalë për Albert Berishën. Dhe po ashtu kemi teoria dhe Sum Kosova ka rreth dhe su dikon rreth 110 persona në Kosovë. Kujtoj që përpas mbështetjes teknike që ka bë, shteti ka reagu duke i siguru banem, ushqim, rishkollim, sa i përket deradikalizimit situata rezultati është zero. Tjetra. Ka pyetje ishte për ata që po nuk e kanë kaluar kufirin, kanë qenë bomba të gatshme për të kurdisuna, që kanë shku prindërit e tyre, por që sot në jetën normale duken njerëz evropian. Për brenda tyre gjymon kauza për Jo, ata janë linë ande. Ka madje një nga ata që është kthy buzët kufirit me Sirinë, sepse nuk ka qenë lehtë me u fut brenda, më kujtohet vetë i kam kaluar atë rrugë. A ka qenë edhe një nepi, një përfaqësues shtetëror të asaj kohe, madje vetë përfaqësuesi i Shtetit të Republikës Kosovës kishte kërkuar ndihmën personalisht të presidentit Turqisë Erdogan dhe aktivitetet e mitit të turk atje kishin arritur që ta kapin pak para se të futej. Një rast, po ka dhe raste të tjera. Kemi nga Xhilani, unë personalisht kam identifikuar raste që Lipjani, kam nga Malisheva, ku janë parandaluar. Po një rast që është shumë interesant me përmend që ishte pashtu një shqiptar i cili kishte lindë dhe ishte rritur në Gjermani, i cili më vonë fillimisht u arrestu, liru shumë shpejt, Adrian Gjura, dhe më vonë është arrestuar dhe për vënë dënimin për përgatitje sulmi terrorist në Kosovë, që ishte një prej këtyre për cilat ju po folni. Ajo që është për mua shumë e rëndësishme, është ata që e tharit voni. Sa është mekanizmi, unë shpesh e them, unë nuk i dhënona kriminalet, se kriminali për me bëkrime, unë i dhënona ati që e paguj për me mërë masat për me parandalu veprimin kriminal të kriminalve. Dhe unë shqetësona të këta të cilët janë mirë me pagesa nga qytetarët më të varfër të Evropës dhe nuk ndërmarrin veprimet e duhura, madje vetëm kur SBA kërkon për një çështje të caktuar apo shtetet partnere, siç rasti i Murat Dërnjanit me kërkesë të inteligjencës gjermane ishte arrestuar pasi kishte dalë nga burgu me që kishte vujt dënimin prej 7 vjetëve në burgun e sigurisë lartë për veprën penale pjesëmarrje në luftrat e huaja. Në dalje të burgut me kërkesë të autoriteteve gjermane është arrestuar dhe tani akuzohet për veprën e gjenocidit. Çështja është se pa kërkesë me vend ndërkombëtar nuk ka iniciativë, nuk ka burra gra, vjen vajza që e dojnë këtë vend dhe dojnë vërtet me i marrë të gjitha masat për me parandalu. Nëse ne edhe ne du me u kthejt ajo që është shumë e rëndësishme. Nëse ne vërtet jemi sfidu nga një fetfa ku
pjesëtarët e shtetit islam kanë vendosur me ja kthy armën policisë Kosovës, sepse ja kanë kthy uniformën, sepse ja kanë vrarë në uniformë, atëherë vërtet kjo është alarmi më i madh që duhet me pas ky shtat. Dhe nëse nuk ka ndodhur obligim mund ta themi moral, ligjor, kombëtar, është që prokuria e shtetit, policia e Kosovës sa më parë ta ndajë çështjen nëse ky sulm ishte kundrejt uniformës shtetit nga shteti islam, dhe nëse kemi struktura dhe çfarë duhet bëjmë, ose të vënohem para përgjegjësisë në rastin konkret edhe policia edhe përgjegjësisë prokuria. Nëse kanë qenë në survejim personat e njëjtë. Jo, thash përgjegjësisë policia dhe prokuria për deklaratat e tyre në lidhje me. Absolutisht. Çështja është sa po e rrezikojmë këtë partneritet besueshmërie me meçet në pikpamjen e besueshmërisë. Jashtëzakonisht shumë. Unë them që nëse do të dështojmë. Nëse policia në AKI, në ushtri nuk ka një lloj kriterit të vettingu të ashpër, rigoroz, për ta pastruar secilin kur tregrotohet aty. Zoti, a e din ti se këtu bëhet jetë paralele. Këtu në Evropë bëhet jetë paralele. Njerëzit nënshtrohen dhunës së ligjeve demokratike, por që në privatësi jetojnë sipas shariatit. Këtu edhe atje. Kjo është një. E dyta atë që e tha Bedriu. Shiko, po provohet nga gjitha aspektet të na mbyllët goja. Ne vim në emisionin tonë dhe ki me mija sharje, me mija kërcënime kur dalim nga këtu. U akthefshëm. Jo të njëjtë, me përshëndetje kështu. Ky është efekti, pra. Po gjithmonë kanë arritur këtë njeri. Ajo që thonë fillim të emisionit, nuk duhet vetëm Bedriu si ekspert, sepse kjo ka fush. Duhet gjithë intelektual sot ose kur të kyçen rreth kësaj kauze dhe ta gjejmë një rrugë se si t'i shpëtojmë trit. Tani nuk po flas për ata moshën 6 vjeçare, po flasim për trit, të cilët po i marrin, po ja shpërlajnë trurin dhe në fund nuk është çudi që kur ti bë 5-16 vjet kemë pas ekstremist ose terrorist. Pra shteti duhet bëj diçka këtu. Shteti duhet financoj. Shteti duhet financoj organizata të veçanta të cilat duhet mirën me promovimin e demokracisë, me promovimin e kombit, me promovimin e vlerave tona nacionale. Për Skënderbeun, tani jo ditëlindja pas pak ditësh. Shumë bukur është, po s'mjafton. Shën Terezën, ai di çfarë thon ky lloj komuniteti që ka demonizu të gjitha, mi përballë të gjitha. Më lejo veç diçka, sepse unë kam përmendur edhe disa vende tjera. Pra, Gjermania ka ndalu disa organizata. Mirë, po sot ka për shembull një organizatë Hizb ut-Tahrir e cila është prej vitit 2000, e cila nuk është e indoktrinuar prej imamëve. Ka vetëm 2-3 imam. Komplet janë prej platformave, prej TikTokut, prej Facebookut, dhe dalin midis Gjermanisë, pra kërkojnë kalifat që e përmeni. Shtet islam. Pra, zgjidhja është kalifati dhe jo demokracia. Tani ne mund të flasim çka të dojmë, por pikërisht këto aktivitete dhe një neglizhencë jo vetëm Kosovë, po edhe partive në pushtet që janë nëpër Evropë, po e mundsojnë rritjen e të djathtës ekstreme. Tani edhe 4 vjet i ka përfituar Gjermania, por nëse vazhdon kështu të garantoj që ata kanë me marrë pushtetin dhe pastaj me një situatë krejtësisht tjetër në Evropë. Me ato çfarë po e shohim nëse ky trend shkon, nëse ndryshon. Në mënyrë mbas atë pazakont me administratën e presidentit Trump, duke u përballë jemi me një rand të ri krejtësisht gjeopolitik, që është e rëndësishme për Kosovën sot si shtet. Sa po rrezikojmë me pasivitet, me heshtje, se edhe heshtja është vepër penale. Mos veprimi është heshtje penale. Nëse institucion zbatuese të ligjit, ato të inteligjencës, të policisë, kanë informacione, çojnë deri dhe zbarkojnë informacionin aty ku duhet dhe nuk merren veprime masa, kjo do të ishte vepër e rënë penale. Njëkohësisht, shihet si një dëm i madh për besimin që mund ta cënoj të Kosovës me aleatët në fushën e luftimit të gjitha llojeve të krimit, të trafiqit të ndryshme etj. Deri më tani më lejoni ta përmend këtë fakt. Unë nuk kam pas as edhe një rast të shoh nëse gjykatat e Republikës Kosovës e kanë dënuar një zyrtar të institucionit të Republikës Kosovës, cili do institucion për 2 vepra që në fakt i ka parapo Kodit Penal të Republikës Kosovës. Është mos veprimi edhe fshehja veprës penale.
Në rast se një përfaqësues i një institucionit, ministër, kryeministër, president, drejtor agjencie, e institucioni tjetër, ka posedu një informacion dhe i njëjti ka fshej. Ai ka qëndash që ballafaqohet në fshehjen e veprës penale dhe t'i thojmë botës që ne dënojmë edhe ata të cilët me vedije, pa vedije, me qëllim, pa qëllim fshehen veprë penale apo mos veprimi. Në rast se na rastin shumë konkrete kemi në të fundit në Kaçanik. Nëse s'është vepru në kohë reale për me siguru jetën e përfaqësuesit të policisë Kosovës, organizatës më të mëdha të sigurisë në Kosovë, atëherë kush vendos para përgjegjësisë? Ne kemi pa janë bërë disa ndryshime atje, është largu zëvendës shefi i policisë Kosovës, po fakt nuk është largu komandanti, përgjithësi kryesor është komandanti i policisë Kosovës. Dhe jo për t'ia mbaru siç të ka dinku si shefi i ligjit, me largu. Pyetja është a ka pas informacione për rastin konkret. Se personin fjalë tashmë ndjer me uniformë shtetit që u godit nga ky grup përkatësisht që humbi jetën nga 18 vjeçari që bërin ditën kur arrestua. Çështja është a ka pas deni nga kryeministri, nga këta sepse shefi akiz në baza ka obligim ligjor me ditë. Baza kjo shteti nuk është çështje shakaje. S'është ajo, nuk është për më rrogën a mishfryzu. Nuk është për më rrogën, jo, mishfryzu privilegjet që i ka me leq. Institucionet që kanë të bëjnë me inteligjencën e ashtu. Nëse kanë qenë në djeni krerët e shtetit për një rast dhe nuk kanë ndërmarrë veprime, edhe pyetja është legjitime për t'ju kërkuar llogaridhënie. Unë deri tani nuk kam pa ndonjë veprim konkret institucionit të policisë Kosovës për me minimalisht me qenë para familjes rreshtet të policisë Kosovës, madje ka pas shprehje për mua shumë tronda, ja kemi bërgj Mohamed Likës arrestimin e tyre, jo bërgja kemi Kosovës, bërgja kemi drejtësisë. Deklarat tepër pa zakon nga ana e prokurorisë. Tepër pa zakon, ja kemi bërgj, jo, ja kemi bërgj, nuk kemi pa në fakt të përgjithësi, nuk kemi pa ndërheqje në fakt në raste të tilla konkrete kur vritet një polic, një rreshtar policie me uniformë, mos harrojmë se kjo ka shumë rëndësi, se nëse ju ka drejtuar revolja uniformës, dhe është vrarë shteti, dhe nëse ju ka drejtuar revolja Muhametit. Si Afrim Bunjaku. Në rastin konkret, minimalisht duhet kemi përgjegjësi nga përgjegjësit kompetent. Përgjegjësit kompetent kryesor janë ministri i punës së brendshme dhe drejtori i Policisë Kosovës. I treti është shefi i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Janë tre persona kompetent dhe përgjegjës për çështën e fjalë. Dhe nuk mjafton me bon një veprim i cili është për me përshëndet arrestimi i personave të dyshuar. Uroj që të kemi mund të themi një performancë të mirë deri në dënimit e meritum. Uroj që të vërtetohet krejt ajo që ka ndodhur, sepse këta vërtet e meriton Kosova, vërtet e meriton drejtësia dhe gjithashtu e meriton edhe vetë Muhameti në rast se i njëjti ka qenë i angazhuar nga shërbimet sekrete, si për shembull Agjencia e Kosovës për Inteligjencë apo njësitë e inteligjencës së policisë Kosovës për me kryer veprime operative që kanë bëjë me terrorizmin, sepse prokuroria tha ka qenë grupe... Prokuroria, Si e diti prokuroria me njerë ato? Domethënë prokuroria është pajisur me informacione. Prandaj thash deklarata e prokurisë shtetit dhe veprimet e saj janë shpërputhje serioze, sepse njëra non ka thonë që puna e Muhametit lidhet me vrasja e Muhametit lidhet me punën e tij. Në anën tjetër ka thonë është një grup ekstrem të rrezikshëm dhe pjesën tjetër veprimet tjera ka pas për vrasje tron. Domthonë nuk e ka trajtuar si terrorizëm. Kjo puni nuk korrespondeke me nuk korrespondeke. Dhe kjo është shqetësimi kryesor dhe këto duhet ta vendojmë pikën e përgjegjësisë sepse ai prokuror, ai kryeprokuror paguën pe taksave tona. Dhe duke bazuar këtë fakt vetë shtetit në informacionet tuaja nga ky grup. Unë jam shumë i vetëdijshëm dhe shumë i informuar që shteti është nënkth dhe padyshim që veprimet e tyre kanë qenë në arrestimin e tyre, sidomos deklaratat e tyre, sepse të jemi të sinqertë, njësia e krimeve të rënda të Policisë Kosovës, e cila ka heq hetimet e ka kryer punën e vet më të mirë të mundshme. E flas për njësinë. Deklaratat e policisë, drejtorit të Policisë Kosovës dhe prokurisë nuk kanë bëjë me punën operative që kanë bërë. Janë të më të mirë të angazhuar të Policisë Kosovës në rastin konkret. Megjithatë, do ta kemi një fakt parasysh. Edhe e provuar të cilët kanë zhvilluar hetimet janë në një komandë dhe dikush i komandon për çdo veprim që ato duhet të ndërmarrin. Dhe nuk e di nëse të njëjtit do të jenë të kënaqur me vetë operacionin të cilin ata e kanë zbatuar.
Nëse vërtetot kjo është goditja më e madhe për CETA-n. Për fund jemi në pjesën e fundit. Po. Deshta veç një ndërlidhje të shkurt, pra, ajo që është konstatuar, domethënë se ka edhe entuziast, pra nuk jo gjithsesi nga linja hierarkike e linjave trasha, e komandos trasha, atje nga ISIS-i apo ndonjë grup tjetër. Por ka entuziast që mbrana grupit janë të inspiruar dhe ata mund të kërcënojnë një person caktum, pra jo gjona ose një njeri caktum. Prej këtyne ka identifikime që shqiptarët janë shumë motivuar, për shembull Pakistanit ka të motivuar, por kurse si s'ka të Sirie se nuk ka arabët sirianë kësi nuk ka që veprojnë domethënë kryen veti. Por të inspiruar ka shqiptarë që janë në gjendje për shembull Zvicër, nuk ju pëlqen ti me një emision si ti, të kërcënojnë edhe janë në gjendje të bëjnë edhe gjona më të mëdha duke të hendikepuar me diçka. Pra, nuk janë me çdo kusht lidhun me ndonjë rrjet atje komandues sepse s'mjeh është ai rrjeti komandues fare por vetëm për shkak të simpatisë ose jo simpatisë ose të mos pëlqimit asaj që kam thonë, pra janë në gjendje të bëjnë dome. Kjo që tha mbeti në çfarë thonë mendje shtartë në pjesë e tyre e madhe bëjnë jetën me dy modele. Me modelin e demokracisë që është rezultati i influencës së detyrueshme për me zbatuar ligjin dhe me modelin e shariatit. Nëse më lejon veç edhe pak për fund, pra, problemi kryesor dhe më i madh është që këto aktivitete vazhdojnë dhe gjojnë vazhdimisht rrugë, pra janë financimi. Pra financimi është një problem shumë i madh sepse tani s'kem kohë, por shkurtimisht po them. Në Zvicër ka mbi 70 xhami dhe ka xhami që kushtojnë miliona. Thjesht nuk janë vetëm xhami, po janë qendra të mëdha kulturore islamike. Që të mirë, ani pse e kanë emrin shqiptare, ata për qëllim kanë misionin e tyre. Aty organizohen dhe aktivitete tjera dhe domethënë i joshin, ani keni këtë lokal sportiv, keni këtë gjë, por në fakt parimi kryesor është urdhëro, merr pjesë dhe në ligjërata. Pra, edhe kjo është një problem shumë i madh me të cilin qeveria zvicrane dhe qeveri tjera janë shumë indiferent ndaj kësaj çështje. Por ne si shqiptar do duhet na interesonte pra çfarë aktivitetesh po zhvillohen brenda tyre, sidomos në shpërlarjen e trurit dhe në predikimin e urrëties. Po, predikimi i urrëties domethënë e keq shfrytëzojnë, abuzojnë demokracinë atë veni. Për të ndërtuar kauzën, kjo që thatë vetëria është gjëja më e madhe që nuk ka ndodhur, domethënë e herë për shtetin e Kosovës goditja. Në Malian janë një me çështje fetva e shtetit të Kosovës. Një çështje Malianit lutem për fund, derisa në rrjetin Telegram, në rrjetin social Telegram, kemi një faqe që quhet Havarix, e që ka një grup, është një grup i madh në këtë rrjet, me mbi 80.000 persona, ku imam të caktuar ekstremist të dënuar për pjesëmarrjen në luftat tuaja apo nxitje urrëtie fetare, janë ligjërues dhe kanë mundësi me dëgjuar ligjërata të vazhdueshme, madje un kam ankesa familjarësh, të cilët thojnë se familjet e tyre janë prek nga ky influencues, ky ekspozim dhe të njëjtit vërtet janë të shqetësuar se familja është shkatërruar rendi familjar. Edhe ata që janë dënuar për terrorizëm. Po. Pse rajoni Karatakut është shumë pyetje. Pse në rajonin e Karatakut? Demo Berisha Lulzon aftësia njerëzve, gatishmëria. Demo Berisha kishte marrë një detyrë tani ministris për të bërë ekstremist rrjedhimisht fundamentalist, për të organizuar fundamentalist që nga Presheva, Medvegja, Bujanovci, Gjilani, Vitia, Kaçaniku, Shkupi, Kumanova. Kjo është rruga që ky burrë kishte detyrë premare për ta ndjek dhe për ta ekspozu. Pastaj ndikimi sigurisht ka ardhur në vende të tjera. Shtrirja ka qenë, sikur e thash, ky rrjeti me Havarix me 80.000 persona. Para me 80.000 në Koreale ndjekin ato. Në Koreale 80.000 janë njerëz që ngojnë në quhet grupi Havarix në rrjetin social Telegram, që është rrjet social që kontrollohet nga Rusia dhe është personi me ndikim kryesor që është Vladimir Putin, presidenti i Rusisë. Bravo. Qa të theme, do më thonë është shqetësim i madhë, për disa shqetësim base mund tjetë aktualisht se si të akomodojnë vete në pushtet, por për në pushtet, por për shtetin, është tepër etike që të mos t'i ruaj vlerat e Oksidentit, vlerat për cilat kështë nisur
Kosova, distancimi nga ish Jugoslavia dikurshme që prej shpërbërjes saj në vitet 90-ta, duke ndërtuar një politikë drejt perëndimit, drejt atyre vlerave, sepse po ato vlera po i abuzojnë gjithë ekstremistët, po e shfrytëzojnë lirinë e mendimit dhe po kthehen në bomba vrasëtare ndaj asaj lirie pastaj. Dhe sot kushdo që sipas edhe jush edhe analistë të tjerë, njës të çështje, kushdo që neglizhon këtë punë, do të jetë tepër vonë. Ju falenderoj për kontributin. Gashi Elezi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.